një ekonomist i nivelit lartë I cili ka kontribuar thuajse gjatë gjithë jetës së tij në institucione ndërkombëtare, në Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Botërore, në IFC. Ai ka qenë përfaqësues I Fondit Monetar, përfaqësues I rezident I Fondit Monetar në Shqipëri në vitet 1999-2002. Sot është lider I shumë misioneve në Afrikë dhe në Azinë Jugore, ka la për të bërë. Vetëm një moment të soa, para se të parë. Një komentar këtë. Për shkak të pjesëmarrjes shumë të madhe në fund. Dhe I interesimit të jashtëzakonshëm që konvergjohen të gjitha kontributet e autorëve, kërkoj nga ju që prezantimi më specifikon teknika. Ju falenderoj për këtë. Faleminderit shumë profesor Angeli, të nderuar zonja dhe zotëri, është një kënaqësi shumë e madhe që mund të rikthehem në Shqipëri pas disa vjetësh, I vend të cilin kam banuar premje, dhe me të cilin kam mbajtur lidhje të ngushta. Kemi përgatitur një paper për çështjen e konferencës të ndryshimeve demografike dhe dinamike e tregut të punës. Dhe para se të filloj me prezantimin, më duhet të theksoj një mesazh kryesor. Mesazhi kryesor I prezantimit është për të parandaluar emigrimin, për të cilin të gjitha kanë folur sot në mëngjes, duhet një strategji e re e rritjes ekonomike të Shqipërisë. Një strategji e re të rritjes ekonomike të Shqipërisë, e cila është bazuar mbi arritjet që Shqipëria dhe gjithë rajoni ka realizuar gjatë këtyre 20 viteve, sepse sot Shqipëria është në një gjendje tërësisht ndryshme nga ajo që kemi parë më përpara. Pasi arritjet janë shumë të konservueshme, realiteti janë në fushën e stabilitetit makroekonomik, që ka theksuar guvernatori I Bankës së Shqipërisë, edhe përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimin I turizmit. Këto tre faktorë kanë krijuar një situatë tërësisht ndryshme nga ajo e cila s'u materializua para 10 vjetësh në këtë vend. So let me now come to the and of course the thing doesn't work. So oh, here it is. Okay. Okay, here it is. So my presentation will be in two parts. One is the demographic crisis and looking at the various indicators that show the extent of the demographic crisis. And the second is the basic pillars of a new growth strategy for Albania and for the region as a whole. So coming to the first one, the demographic crisis, we have here three main indicators: the population, the age dependency ratio, and the fertility ratio, which is also here in a chart. The changes can only be considered as dramatic. It's a really dramatic change for the worse. People are leaving in throngs, and they are leaving in throngs in this age category where they are most productive. And that is a commonality among all 6 countries of the Western Balkans. We have it here also in a chart. It's Albania. And one of the more important indicators that we're looking at is the age dependency ratio. That means the number of people that need to be supported by the younger generation. And that is a number that is going down. That means more and more older people have to be supported by the younger people. And that in itself is a factor that drives emigration
it affects also social cohesiveness because many workers are coming from abroad, South Asia, that are having great difficulties integrating into Balkan countries for cultural reasons. And this leads to this situation. Now, why is that so? This is one chart that everyone is familiar with, the per capita GDP of the Western Balkans in comparison to Western Europe. Western Europe, where I'm from, of course, has also a lot of difficulties, but the per capita GDP remains much, much higher. And that leads to a situation where many people are emigrating. And now the consequences really are multiple, right? You have tensions in the labor market. You have significant impact on productivity and the potential growth rate. And you have the labor shortages that are increasingly filled by social work, by foreign workers. And you have also regional disparities within the country. The tensions on the labor market is something that is already very serious, but it's exacerbated by the growing regional disparities. Just look at Tirana and compare this to Kukës or to Gjirokastër. Now, what are the main pillars of a growth strategy going forward? We are discussing this in the paper using four sectors, but there are sort of three pillars, as we say in Albanian, there can be tre kryesore e strategjisë së rritjes ekonomike. So the first one and the most important one is workforce skills upgrade. The future of Albania lies in knowledge-intensive economy. And for a knowledge-intensive economy, you need to upgrade the skills in a variety of ways. And in the paper, we are laying this out. The second part is R&D, research and development. Albania does not spend enough on research and development. And there is not, the patents and the innovation is not there, and it needs to be significantly increased. And the third is the business environment, right? There have been major improvements in the business environment, but regulatory improvements have been made, but there are significant steps that still need to be taken. Now, we have broken this down in a variety of, in four main sectors that we see as growth drivers. One is high agriculture. The second one is specific forms of tourism. The third one is specific forms of manufacturing. And the fourth one is the IT industry. So if you look at agriculture, Albania will not be competing in stable food, right? But it can compete in specific agriculture value chains that have very high value addition. And for that, specific prerequisites need to be put in place. Those include quality certification standards for the EU, for example. You know, organic agriculture is something that has tremendous potential going forward. It needs to be certified. There needs to be sanitary and phytosanitary standards need to be put in place. There needs to be specific measures in tax and customs administration areas to facilitate export. And there is land reforms. There's a lot of areas where done with land, but they have to be approved significantly. And for that reason, you need to have a land consolidation program, right? To make this possible to go to economies of scale. That's in the area of agriculture. Now, tourism, of course, tourism is the big success story in Albania, right? Something that was outside the imaginable, even like, I would say even 10 years ago, maybe 5 years ago, what's going on right now. It's a big success for Albania in many ways. And I think the diversification is high-end tourism, it's the blue economy, it's high-end tourism also in areas outside the beaches, in more mountainous nature-focused areas. And the third area is manufacturing,
right? The auto parts manufacturing industry has been very successful. It can be even more successful if the skills gaps are being addressed, right? When we looked at the investor service surveys, one of the main problems here has been the informal sector. You know what we used to call it in Albanian corporates, pandashnik. So this has been the main issue, and it can be addressed through specific measures, especially in the skills area. And the last one is the IT industry. Many speakers this morning spoke about the IT, about the youth and the fluency, the multilingual, the dynamism, and there are many areas that can be done here very significant. And these are all areas, right? Those four main growth drivers are areas that can create the kind of quality jobs, the kind of quality employment, right? That is actually making it possible for people to stay. So let me stop here. The urgency of a new growth strategy, specific measures focused on education. And we are here in the university environment. Miejmy akademiczne zadośćewieństwo, Kosowas, komisyjny i asimy resztę swida, które są pan Dierczak. Thank you very much for being here and giving me the opportunity to address this distinguished group of researchers from public country. So in my presentation, I will bring insights from the European Union, primarily to which my group Albania will join not in the distant future, because the European Union also faces massive demographic challenges. Let me start this by illustrating with a simple chart. So the y-axis is identical for both panels to be able to compare. On the left side, you can see population projections for the current 27 members of the European Union, broken down into three groups, basically children, working age population, and older people. And you can see a dramatic decline, but the biggest decline you can see is the working age population. So it's expected to shrink by more than 10% over the next decades in the absence of immigration. Now, Albania is a country from where people go out. The European Union is a country where people go in. You can also see projections on the right panel of what immigration is expected in the next decades. So all these projections were made by Eurostat, the European Union Statistical Institute. And certainly by on the left side, I think the natural change in population can be projected relatively well because fertility and mortality rates are relatively rigid, don't change that much. So I think the left side is relatively reliable. On the right side, obviously, immigration, it very much depends on also political decisions, so it's more difficult to project. But even certainly immigration wouldn't close a significant gap of the decline in the EU's working age population, and that will have a major impact on macroeconomic performance and fiscal challenges. So I sort of spoke about the following issues. I'm afraid I will not have exact time for speaking about everything, but I will start saying a few words about the European Union's macroeconomic transitions and the macroeconomic impact for that. Then I will describe that and a statistical exercise that we are doing, namely we try to estimate what impact it's going to have on public finances, because obviously as growth is going down, the number of old age people go up and the working age population goes down, so it will have a major impact on budget balances. And already many European Union countries have relatively high levels of public debt, so it could be a major issue of how those debt levels
can be sustained. I will present some scenarios, and finally I will speak about policies. So what policies are sought in the European Union? And you might know that in every year there is a process by which EU countries get advice from the European Council and the European Commission how they should reform their economies and various other institutions. But I will show that unfortunately the demographic related recommendations are not implemented. So this will be the conclusion, but let me see a few things. First of all, I mean, as all of you know, I mean, obviously, if there's low fertility and the people population is aging, then the shrinking labor force has a major impact on economic growth. Immigration can offset to some extent, but only to a very limited extent, and certainly also there are also limitations on how much immigrants a country can stay in. Again, previous speakers spoke about potential of activity like digitalization, automation to help replace labor shortages. It has some scope, but certainly it also has limitations, and unfortunately, if you look at the European Union, productivity growth has been very sluggish. So even though we have artificial intelligence, a lot of things are digitalized, it doesn't yet show up productivity numbers, and question marks whether they will. As I mentioned in my introduction, this aging population and shrinking labor forces will have a major pressure. So basically the key questions is the two issues I would like to address in this presentation in the remaining 5 minutes. How should fiscal policy address these major challenges, and what other social and other reform policies can be done to address them? So our approach is that we are using relatively long-term macroeconomic projections up to 2062 and translate it into what their macroeconomic implications and what are their implications for fiscal policy. And for fiscal policy, so some of you might know that, perhaps all of you know that there are fiscal rules which have been reformed recently, which has a built-in debt sustainability criterion. And what we do in this paper is to apply this criterion subsequently from year after 2052, so here there is a horizon, and we look at what implications these demographic changes have on fiscal policies, and also look at scenarios, some which could increase pressure on fiscal balances, like even lower fertility, lower immigration rate, longer life expectancy, lower so on. But we also look at scenarios which are basically the opposite. So let me show you some results, and then time is running very, very fast. So what you can see here, first of all, what you can see here in both panels is an indicator, so-called the structural primary balance. So we take the budget balance of the government, we take out interest payments, so we get the primary, and we also filter out the cyclical impact of the economy and also other one-time items, the structural primary balance. And all of these box plots shows the distribution across the 27 So the first one on the left side refers to the last year, 2024, so what is the starting situation. And then the others show how they should increase through subsequent years to be able to achieve sustainability of public debt. And on the left panel, you can see a relatively good news, as we also see in the chart. Namely that after an initial adjustment, which should be very ambitious for some countries, and certainly for France and Romania, which have very large budget deficit, it will be a major challenge. But more or less, after an initial adjustment, we conclude that the countries more or less be able to manage this transition well. However, what you can see on the other panel, on the right panel, if you consider that aging costs go up,
So if there are more pensioners have to be paid, old age care has to be paid, healthcare system will go up, and this is very hard to reduce that. It means that there should be a further adjustment in this non-aging component of the national budget across the European Union. And as you can see on the right side, this unfortunately keeps going up and up and up, meaning that continued fiscal adjustment will be necessary. So my time is almost over. There were lots of scenario analysis, but I will skip those, also the conclusions, just a little bit on policies. So there is an economic policy coordination cycle in the European Union, and they look at in very detail what kind of suggestions are advised EU countries to do. And there's a long list here. Maybe I not go through here some of them, but Walker also advised for Albania. We also advised for many European Union countries. Time doesn't allow to go through all of many of them, but as we check, they are generally sensible. So we try to evaluate how sensible it is and promising these recommendations, and we conclude that they are relatively good. But if you look at this chart, this shows how EU countries actually implement the recommendations. So the scale of this chart goes from 0, which means no progress at all, to 1, which means full implementation. And you can see here we looked at demography, productivity, and pension reform related recommendations and how those are implemented. And as you can see, the implementation rate is between 0.3, sometimes 0.2, 0.4, so relatively low. So even though countries get good recommendations, unfortunately, EU countries so far not implemented them. So this leads us to conclude that there is a major need for further reforms in European Union countries. Demographic changes pose major challenges for economic growth and sustainability of public finances. And if EU nations would like to maintain their welfare systems, they must implement many major reforms. So let me stop here and thank you for Detaljikare neka profesor Uilbap, i cili vjen nga Universiteti LSE Londres. Hello. 10 minutes, so I'll try to be quick. This presentation is about vocational education and training and inclusive growth, and what can be the contribution of education and skill development to growth, and in particular inclusive growth. As you know, the book by Acemoglu and Robinson came out a few years ago, Why Nations Fail, through the distinction between nations which have inclusive institutions which tend to succeed and those who have extractive institutions which tend to fail. So the issue of inclusive growth is the focus here, trying to understand the causes behind potential sustainable growth for Kosovo and Albania and the wider region of the Western Balkans. So the emphasis is on inclusivity of growth as a, if you like, as a wider framework for growth models, rather than simply looking at the sectors which might succeed. What is the nature of that growth, and how is it to be? Okay, so I mean, I'm going to conclude by looking at vocational education, and the inclusivity I'm talking about is the access to jobs. Which groups have access to jobs? Are the access to jobs equal and inclusive, or are there skills gaps and skill mismatches which need to be addressed? And the conclusion that I'm going to come to at the end of the talk, if I don't get there within 10 minutes, is that there needs to be a much stronger partnership between the education system and schools, secondary schools in particular, and the business sector, and that is one
form of inclusivity, which is going to be very important for future growth of the economies that we're talking about. So these are the topics that so inclusivity, obviously income is related to equality and inequality. So if we look first of all at the pattern of income inequality in the region, we find this chart here shows the Gini coefficients for income inequality over a number of years, over the last few years, slightly different years for different countries, depending on when the measurements are taken. You can see here that Albania has a much lower Gini coefficient than Kosovo, meaning the income inequality in Albania is much greater. Incomes are distributed more equally in Albania than in Kosovo. So what's the source of that inequality? Well, it's firstly, most of the income inequality is due to inequality in wages. I'm not talking here at all about inequality of wealth. Wealth inequality tends to be much greater than income inequality in general in all countries, but it's more difficult to measure. I'm not looking at that. I'm looking at income inequality, and we have two sources driving that, obviously the inequality of wages, but also the inequality in jobs, access to jobs, because household income depends upon the amount of work you do multiplied by the wage rate that you get for that wage. So it's the wage rate and the employment rate that's important. And what we find is this picture looking at the employment rate, actually quite substantially rapid increase in the employment rate in all countries, but especially in Albania, which is referring to what you were talking about earlier about the boom in tourism and in other sectors in Albania. Albania seems to be doing very well in terms of creating jobs in various important sectors. Kosovo is as well, but from a much lower starting point. So the employment rate in Albania, surprisingly, is now greater than one of the most successful countries in the region, Slovenia, which is just overtaken in the last year or so. So the question is this real? Is this employment rate due to increase in jobs, or is it due to a reduction in the working age population? This employment rate is one divided by the other. So we just look at the number of jobs that have been created, and you can see here that in fact it is due in large part to increase in the number of jobs. The number of jobs in Albania has increased by sort of 300,000 over the last period. Increase in Kosovo, jobs have increased, but not by such a growth. Okay. So what's the relationship then between job creation and education? Well, if we look at the way that jobs are created by different sectors of the education system, by people who have advanced education, intermediate education, or basic education, we find that there's this pattern that, as you might expect, that people with higher levels of education, what's called advanced education, which is tertiary and university education, tend to have much higher employment rates than the group of people who have only basic education. And then the intermediate group is the group of people who have only had vocational education or general education at secondary level, and they have an intermediate level of the employment rate. But the other thing you can notice here is that this pattern in Albania is completely different to the pattern in Kosovo. And Albania has the narrowest gap between the employment rate of those with basic education and advanced education, whereas Kosovo has the widest gap. And what we're going to argue is that it's this gap actually is driving the inequality, the greater inequality in Kosovo compared to Albania. Albania has a much more general, has managed to create jobs for a wider range of workers with different education levels in Kosovo, and that has underpinned the
this a more equal access to jobs amongst the population, and hence giving rise to a more inclusive style of economic growth. So the other evidence of this effect is looking at the question of skill mismatch, and we've heard about the question of skill gaps, but there's also a question of an actual absolute number of jobs and not being enough workers for a particular type of work. But there's also a question of skill mismatch insofar as many people who, especially with advanced education, get jobs in the labour market, or even with intermediate education, find that there aren't enough jobs that require, matching their actual skills. So if we look at the mismatch rate, the overeducation and the undereducation, see that the overeducation in all the countries is much higher than the level of undereducation. And in particular in Kosovo, we have about 30% of workers are overeducated for the jobs which they are actually employed in. And that's a clear sort of misallocation of resources, which if jobs would be better matched to workers and workers better matched to jobs, then the incomes that they receive would be more appropriate and income inequality would be reduced. So we then go on to look at the differences in the education systems. What is driving this different pattern between these two countries? And what we find is that the education systems in the two countries are very different because of the legacy of coming out of different previous economic systems. The vocational education in the countries of former Yugoslavia was much more emphasized. And you have a difference between vocational schools and general schools. So in vocational education, obviously the students are taught a vocational skill, which makes it easier for them to find a job when they leave school. In general education, students are not taught particular skills, they're taught transferable skills. It's more difficult for them, so the transition from school to work is more difficult. However, with the vocational education, if a student finds a job in a particular occupation and is trained for that job, when you have structural change in the economy, as we're seeing at the moment, with the introduction of ICT, artificial intelligence, all sorts of changes in the nature of technology, the skills which are learned at school very quickly become obsolete, and there's a need for retraining. Whereas the students who've been to general education, much more easily able to adapt and change from one sector of work to another. Having said that, of course, retraining is always desirable in such a situation. Well, to look more closely at these differences between different education systems, we have looked at all the countries of the European Economic Area, including the Western Balkans. And we found that if you look at this from a macroeconomic point of view, all the countries cluster into a variety of about four or five different clusters, different groups. And so we have over here what we call the super periphery. Western Balkans includes Albania, obviously, and other Western Balkan countries. And that is statistically, it's a different cluster, it has different characteristics. And we have also the East periphery, which is Eastern Europe, the core countries, Germany and all the countries surrounding it, and the Southern European countries here. And what is important here is that the core countries around Germany have a particular system of vocational education called dual education, which has a very close relationship between the school system and the business sector. Whereas in contrast, that's often called the coordinated market economy. Whereas in contrast, the liberal market economies have a much more general system of education, comprehensive education. So there are two different approaches, two different philosophies of education.
in the Western Balkans, you have a sort of mixture because of these legacy issues, but there's also attempts at reform which haven't gone very far. And you end up with a sort of mixed system with some elements of vocational education left from the past, which don't have very close relationships with the business sector, because the old links which used to exist between schools and businesses have fallen into disuse because of changes in the structure of the economy, which has been reformed, whereas the education sector hasn't really been reformed very much. So what you find is that in the countries of former Yugoslavia, you have very high enrollment in vocational schools, which are sort of islands of education just not connected to the economy. Whereas in Albania, you have a much more comprehensive general level of education with lower enrollment in vocational schools. You need to conclude, Professor. Yes. Okay, so the conclusion is here that the important thing now is to develop the links between the vocational schools in the countries of former Yugoslavia, including Kosovo. That should be a priority for going forward to trying to improve access to jobs, for improving skill mismatch and reducing the inequality of incomes in that country. Whereas Albania is perhaps a good example of the way that has been achieved. And there has been recently quite a lot of positive developments in the area of work-based learning and trying to link and connect the schools with the business sector so that the education is providing relevant skills to the changing labour market as it changes over time. Thanks. Noi perché parliamo per esempio di Erasmus, e intendere la commissione interessante, la vita commissione per insieme sociale, istruttorini, molto per trasferire per contesto passaporto. Poi acabou anċetti per il presente. Shumë shkont në këtë prezantim të fokusohemi tek marrëdhëniet midis pasurisë individuale dhe mirëqenies sociale, si mundësisë për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm përpej logjikës së thjeshtë të rritjes ekonomike. Ka kohë për të mos thënë që në shekullin e 18 që ekonomistët më të shquar kanë diskutuar, pavarësisht nga pikpamjet që kanë pasur, nuk e kanë lënë kurrë më një çështjen e ekonomisë së mirëqenies, që sot njihet me një tregues të ri, treguesin e lumturisë ekonomike. Po t'i marrim me radhë të gjithë ekonomistët, që nga Adam Smithi, pavarësisht se ka folur për dorën e zezë, në thonjza që rregullon tregun, nuk e ka lënë më një anë çështjen e ekonomisë sociale, të ekonomisë mirëqenies. Kështu kanë vazhduar me radhë gjithë nobelistët, po t'i marrim, edhe në shekullin e 19, edhe në shekullin e 20, deri më në fund që në vitin 2009, tre nobelistë të shquar ju drejtuan OKB-s për të gjykuar që a duhet vlerësuar vetëm zhvillimi i një vendi nga zhvillimi ekonomik, apo duhet marrin parasysh edhe tregues të tjerë. Me qëllim që të bëhet një vlerësim më realist se si zhvillimi ekonomik transmetohet, transferohet në një zhvillim të ekonomisë së mirëqenies. Gjatë këtyre viteve ka pasur një debat të vazhdueshëm të mendimit ekonomik, të shkollave ekonomike dhe të kësaj çështje, dhe padyshim që në vitet e fundit, nga përpjekjet e bëra, shumë vende e vlerësojnë, shumë vende e gjykojnë, dhe kanë futur në zbatim disa tregues të tjerë për vlerësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, bilet e lidhur dhe me faktorët të tjerë dhe me faktorët e ekonomisë së ambientit, me qëllim që të gjykojnë pastaj se si është niveli i jetesës në to vende. Kemi shtete që kanë përparuar, që përdorin vetëm
tregues të ekonomisë së lumturisë. Kjo e lidhur edhe me treguesit që OKB-ja ka në objektivat e mijëvjeçarit i ka vendosur ato. Dhe në këtë debat, padyshim që ne jemi përpjekur në studimin tonë të paraqesim se sa e mundur është kjo të zhvillohet edhe në Shqipëri. Për këtë ne kemi marrë treguesit e përdorshëm në disa vende dhe duke shfrytzuar informacionin e plot që kanë institucionet ndërkombëtare, po veçanërisht Instituti i Statistikave në Shqipëri, ne duke shfrytzuar treguesit që përdoren sot, jemi drejtuar inteligjencës artificiale me qëllim që të na japi rezultate se si rritja ekonomike që është karakterizuar në Shqipëri në 10 vitet e fundit, flasim gjithmonë që kemi një rritje ekonomike 3 deri në 4% në mënyrë të vazhdueshme, sa kjo tani është reflektuar dhe është vendosur edhe tek individi. Dhe duke shfrytzuar pikërisht këta tregues, sidomos treguesit që kanë të bëjnë me mirëqenie, ne kemi arritur në disa përfundime, të cilat na kanë çuar në rezultatin se shpërndarja e të ardhurave që kemi parë është ndoshta me të vërtetë ilustrimi më i qartë që dëshmon që transmetimi në jetën e njerëzve i zhvillimit ekonomik bëhet në mënyrë të pabarabartë. Duke shkretuar duke vendosur të gjithë këto të dhëna, kanë arritur në përfundim se 20% e popullsisë më të varfër, që është kuantili i parë në 4 kuantilet nga 20% secili, me vetëm 7.7% të ardhurave totale të disponueshme. 20% tjetër e popullsisë më të pasur, që është kuantili i 5, me vetëm 41.7% të ardhurave totale, që do të thotë ai merr 6 herë më shumë se sa 20% e popullsisë më të varfër. Ky raport i pabaratisë është raporti që tregon të ardhurat totale të 20% më të pasur ndaj 20% më të varfër. Pra, vlera për Shqipërinë në vitin 2028 është 5.4. Kjo do të thotë që të ardhurat agregate të 20% të popullsisë më të pasur janë 5.4 herë më të mëdha se ato të 20% të popullsisë më të madhe. Kështu që ne kemi analizuar në të njëjtën kohë në të studimi i cili do të jetë në dispozicion edhe shpërndarjen e të ardhurave në Shqipëri sipas zonave, në zonat urbane dhe në zonat rurale, natyrisht deri në vitin 2022. Tani një mbraktisje relative e zonave rurale dhe të shtresave më të prekura të popullsisë. Përsëri referohemi të dhënave të Instatit, të cilat konfirmojnë një ndarje të thellë social-ekonomike midis zonave urbane dhe zonave rurale, ku të fundit zonat rurale tregojnë si të braktisura në krahasi me ato urbane. Dhe sipas të dhënave që na rezultuan, për vitin 2022, niveli i varfërisë në zonat rurale është 30.2%, dhe që do të thotë 2.3 herë më lartë se ato në zonat urbane, e cila është 13.1%. Kemi analizuar gjithashtu edhe besimin që ka në institucione dhe shkalla e pjesëmarrjes civile, si dhe linja e sigurisë personale të gjithë. Dhe në tabelë, kemi parë se marrëdhëniet ndërpersonale, besimit e familja është 95-96%. Besimi tek fëmijët, te banorët e komunitetit është 7%. Besimi në institucionet vendase është 14%. Besimi në institucionet ndërkombëtare, BE, OKB, UNDP e tjera është 84-75%. Në SPAK
67,6%, në institucionet fetare shqiptare na rezultoi që ishte 67%, në parlamentet e partitë politike ishte shumë i ulët, 25-30%, dhe perceptimi për ndikim politik në gjyqësor ishte rreth 35-36%, dhe perceptimi i korrupsionit shumë i lartë. Duke bërë të analizë që Shqipëria ka një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, 3 deri në 4%, dhe duke konsideruar faktin që transmetimi i kësaj rritje ekonomike në shumicën e popullsisë është minimal, atëherë ne gjykojmë dhe mendojmë që ka koha që Instituti i Statistikave të Shqipërisë të përdori edhe tregues të tjerë për vlerësimin e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Të përdori tregues të tjerë që dëshmojnë për gjendjen sociale, për mirëqenien e të gjithëve. Dhe me këtë rast ne kemi bërë disa rekomandime. Rekomandimi i parë është krijimi i një indeksi kombëtar të mirëqenies për Shqipërinë. Studimi rekomandon me urgjencë zhvillimin e implementimin e një indeksi vendas të ndërtuar mbi modelet që përdor Instituti i Statistikave të Italisë, i përshtatur me realitetin e prioritetet shqiptare. Instat duhet të përfshijë treguesit e lartpërmendur dhe të bëhet baza kryesore për draftimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave publike në gjitha fushat, duke zhvendosur qendrën e vëmendjes nga sësia te cilësia e zhvillimit. Së dyti, politika të fokusuara në reduktimin e pabarazisë. Siç tregova dhe në tabelë, ka një pabarazit madhe midis, jo vetëm midis zonave rurale dhe urbane, por në të njëjtën kohë edhe midis shtresave të popullsisë. Kështu që rritja ekonomike duhet shoqërohet me mekanizma të rishpërndarjes, sistemi tatimor, forcimi tatimit, progresimi të ardhurat me shkallëzime më të mëdha, dhe lufta kundër shpangjes dhe evazionit fiskal. Rekomandimi i tretë është që ka koha që të shtohen investimet sociale. Drejtimi i investimeve publike në shëndetësi, në arsim, të cilësisë së lartë, në mbrojtje sociale, në zonat e marginalizuara, në kërkimin shkencor, në teknologji është i domosdoshëm. Duke parë tabelën e besueshmërisë tek institucionet, është e domosdoshme ndërtimi i institucioneve të forta. Mirëqenia sociale është e lidhur pandashëm me besimin që qytetarët kanë ndaj institucioneve, forcimi i sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe transparenca në vendimarrje janë parakusht për çdo model të ri zhvillimi. Një shtet i drejtë dhe efikas është garanci e shpërndarjes së këtyre rregullime. Më në fund, integrimi i qëndrueshëm mjedisor është një domosdoshmëri. Modeli i zhvillimit për Shqipërinë duhet të jetë në harmoni me mjedisën. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik nuk mund të arrihet nëse shkëlqejnë bulimet natyrore dhe degradohet mjedisi. Pasi kjo godet drejt për drejt mirëqenien e qytetarëve, shëndetësinë, cilësinë e jetës. Faleminderit dhe tani kam kënaqësinë t'ia jap fjalën ish kryeministrit të Kosovës, akademikut Isa Mustafa. Faleminderit shumë, po shumë të rastin të falenderoj edhe të përgëzoj për këtë organizim ashtë do të drejtë e kanë duar me se Profesor Angjeli ka qenë drejtuese të vendore kësaj konference me akademike të mësimit. Unë praktikoj të aftyrjat e Nisa Angjeli, sepse ka poshtruar kohë gjatë rolin e ministrit në Shqipëri dhe ka përfaqësuar me dignitet dhe me sukses. Në këtë konferencë jemi fokusuar në çështjet e konvergjencës ekonomike të Kosovës, Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve të veçanta me Bashkimin Evropian. Motivi ynë ka qenë që të shohim se cilat faktorë e determinojnë konvergjencën ekonomike, nga faktorët institucionale, nga faktorët ekonomik, duke pasur parasysh se para 2 viteve e kem pasur një temë të ngjashme për aferimin ekonomik të Kosovës me
në Bashkimin Evropian, prandaj me profesorin Shëngështina, me profesor Besnikun, kemi dënuar bashkërisht të identifikojmë faktorët e konvergjencës, në aspektin asaj që dhe profesor Angeli tha, tani se si të përmirësojmë takat, si të përmirësojmë standardin, dhe jo vetëm të nisemi nga vlerë nominale për të produkt vendor, sepse nga njëherë nuk tregon edhe konvergjencën e saktë të Kosovës me Bashkimin Evropian. Konvergjenca është trajtuar në pikpamje të këndvështrimit të sfidave strukturore të institucioneve të breshta, lëvizjeve të mëdha demokratike, duke e kuptuar pastaj perspektivën afatgjatë zhvillimit të qëndrueshëm. Në pikpamje metodologjike, kemi ofruar një analizë historike mbi konceptet dhe modelet e konvergjencës. Është trajtuar konvergjenca absolute, më tepër pikpamjet teorike, do të thotë si dishmëria zhvillimit më të shpejtë vendeve të bashkëzhvilluara në rrësimet të zhvilluara. Por ashtu se vendet e zhvilluara kanë gjithmonë kthime në zbretës nga kapitali, ndërkaq që këtë hapësirë shfrytëzojnë në vendet e bashkëzhvilluara konvergjencën beta si konvergjencë të kurzuar dhe konvergjencën si kemi pas parasysh ashtu ndryshimet në kursim, ndryshimet në investime dhe ndryshimet në rritjen e popullsisë, cilat e diktojnë konvergjencën, që konvergjencë mos të jetë e barabartë ndërmjet vendeve dhe që ne mos presim një konvergjencë gjithmonë të barabartë në kohë caktuar me Bashkimin Evropian, sepse vendet caktuara në Ballkan Perëndimor mund të konvergjojnë më herët e vendet tjera më vonë, për arsye se kanë kushte të ndryshme me të cilat startojnë në këtë proces. Kemi probleme edhe me shtimin e popullsisë, përkatësisht zhvillimin e popullsisë, sepse nga njëherë të ardhurat për kohë banore, të ardhurat të treguara me koeficient vërtet me paritetin e fuqisë vlerëse, jo si nominale, dallojnë jo vetëm nga pikpamja e rritjes efektive ekonomike, por edhe nga pikpamja e ndryshimit të popullsisë, sepse ne kemi pas gjatë këtyre ose 14 vjetëve zvogëlim të madh të popullsisë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe sidomos në Kosovë, prandaj investimi për të produktit përgjithshëm, PPP, sipas paritetit të fuqisë vlerëse bëhet me numër më të vogël banorëve, gjatë që tregon një shumë më të madhe të PPP-s për kohë banore në krahasim me atë që ka qenë përpara. Punimi ka trajtuar Bashkimin Evropian si horizont ekonomik dhe politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka zbatuar produktin e brendshëm bruto në bazë paritetit të fuqisë vlerëse, ndërkaq si kriter krahasime, ndërkaq konvergjencën ne kemi trajtuar edhe në pikpamje të hendekut me Bashkimin Evropian, në bazë të modeleve ekonometrike, për të nxjerrë se cilët janë ata faktorë që e diktojnë. Është një prej aspekteve cilat nuk janë trajtuar deri më tani sa duhet, të cilat kanë qenë shumë objektive, janë ato se cilët kanë qenë faktorë që kanë penguar konvergjencën. Ne kemi konstatuar se konvergjencën e kanë penguar të vendeve të Ballkanit Perëndimor, vendeve të veçanta, sidomos konfliktet e viteve të mëdha, shkatrimi i strukturës ekonomike, shkatrimi i kapitalit, shkatrimi i infrastrukturës, pastaj problemet politike të cilat kanë vazhduar edhe pas vitit 2000, prandaj cilat kanë ndikuar që tregtia mes këtyre vendeve të mos jetë ashtu siç e parashikojnë standardet e marrëveshjeve ndërkombëtare, marrëveshjeve rajonale, ndërkaq si problemet të brendshme kanë qenë ato që këto vende nuk kanë arritur që ta përfundojnë, ta përmbyllin si duhet procesin e reformave ekonomike, ashtu siç e kanë përmbyllur vendet e Evropës qendrore dhe lindore, të cilat kanë avancuar shumë më shpejt në integrimin evropian, edhe në konvergjencën ekonomike në krahasim me këto vende të Ballkanit Perëndimor. Në gjitha rastet, problemet themelore në paraqitet produktiviteti i punës, i cili është i ulët në gjitha këto vende, i cili në Kosovë sillet rreth 40% në bazë të vlerësimeve të OCD-s, vlerësimet tona janë edhe më të ulta,
veç ma që më preokupuese vlerësimet tona se për këtë produktivitetit në prodhim dhe produktivitetit të shërbime, për arsye se struktura ekonomike dominohet nga shërbimet, e dominohet 8% sepse është 58 është do të më tepër se sa gjysma, gjatë që vlen edhe për vendet e tjera Ballkanit Perëndimor, ku 53% të brutoproduktit të këtyre vendeve të rrjedh nga shërbimet. Ne kemi bërë një analizë të produktivitetit, për arsye se analiza të tilla nuk kemi në statistika ndërkombëtare dhe kemi konstatuar se përgjithësisht është më i ulët produktiviteti në shërbime në krahasim me produktivitetin prodhim. Ndërka sa i përket krahasime në Ballkanin Perëndimor, ne jemi mesatar në Ballkanin Perëndimor me 40% të nivelit të produktivitetit. Tani tendencat e konvergjencës ekonomike janë të diktuara kryesisht nga produktiviteti, janë të diktuara nga struktura ekonomike dhe janë të diktuara nga punësimi. Marrë si ecuri në vendet e Ballkanit Perëndimor, në vendet e Evropës qendrore dhe lindore, ne kemi pas më shumë se 3 herë rritje për të brutoproduktit vendor në bazë paritetit të fuqisë. Në 7 është koeficienti i brutoproduktit vendor, 3.4% koeficient për vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Sipas kësaj bie se ne jemi zhvilluar me dinamikë më të shpejtë se ata. Mirë për në fakt kemi ngecë për arsye se bazën që të ne llogarit rritjen ekonomike ka qenë shumë e ulët se sa që ka qenë të vendet e Evropës qendrore dhe Evropës lindore. Në periudhën 2003-2023 kemi edhe tabelat atje, do të thotë ne kemi krijuar një diferencë pozitive të ofrimit me Bashkimin Evropian për 16% edhe si Ballkan Perëndimor kemi arritur 42% të mesatarës Bashkimit Evropian, është Malezi më së me 50%, bazë të dhanave të fondit është 53% nivelit të Bashkimit Evropian, do të përshërohet në nivelit më të ulët prej 30% Bashkimit Evropian. Mirë, po edhe këto dhana nuk janë dhana të rritjes reale ekonomike, për arsye se para 2 viteve ne kemi qenë në 27% nivelit Bashkimit Evropian dhe ka qenë e pamundur që ne të kemi zhvillim ekonomik që do të na mundsonte që për 2 vite të rritemi për 3% më shpejt se sa ka qenë, por kjo ka ndodhur për shkak se nuk ka ndodhur numri i propozicionit, sepse më parë kemi llogarit në 1.800.000 banor, ndërsa stadimi ra në 1.600.000 banor. Nëse përket dinamikës së rritjes, Malezia është rritë më shpejt me 23% gjatë kësaj periudhe, ndërkaq Kosova është rritë më së lartë me 8% për këto vite. Ekzistojnë skenar të ndryshëm të institucioneve të ndryshme lidhur me atë se kur ne mund të konvergjojmë me Bashkimin Evropian, është një skenar që ne kemi punuar në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, mbi bazën e të cilit nëse ne do të kishim kushte të njëjta të afarizmit, rritje të ngjashme ekonomike që ne kemi bërë gjatë kësaj periudhe dhe në periudhën e ardhshme që në Banka Botërore 2000-2008 për Ballkanin Perëndimor dhe pas kësaj periudhe, atëherë ne do të konvergjonim diku në 10 vite para përfundimit të këtij do të vitin 2089 në Bashkimin Evropian, nëse do të kemi arritje prej 4% mesatare që kemi pas ne gjatë kësaj periudhe, ndërsa Bashkimi Evropian do të ketë rritje 1.4% në vit, atëherë mund të kemi arritje prej vërtet mund të konvergjojmë në vitin 2076. Ndërka që vlerësimet e emisioneve ndërkombëtare janë tjera. OECD-ja me një vlerësim të vitit 2023 ka thënë që këtë mund ta bëjmë në vitin 2076, do të thotë ku jemi edhe ne tani me këtë vlerësim. Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim kanë pas opsione gati të ngjashme në skenarin bazë të tyre para shë vitin 2062 për Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për Kosovën, sepse ne jemi më keq se sa Ballkani
në këtë rendimor do të thotë jemi diku në 74% të nivelit Ballkanit Perëndimor. Ballkani Perëndimor është nivel 42% nivelit të bashkimit evropian. Kemi bërë analizën ekonometrike për cilën se ka qenë motiv që ti qasim i kësaj teme. I kemi marrë në shqyrtim të vende, 6 vende të Ballkanit Perëndimor, kemi marrë me Kroacinë dhe Sloveni, në mënyrë që kemi numër më të madh të vendeve për të shqyrtuar. Janë observuar, do të kemi pas 128 observime, dhe për habin tonë na ka dalë që sundimi i ligjit si variabile pavarur ka rezultuar të ketë të rol të fuqishëm në kapin e GDP-s, në zvotim në kapin e GDP-s me bashkimin evropian. Do të ka dalë më e rëndësishëm se Që ministri Isa ka 2 minuta shtesë, e cilat ja ka marrë, ja ka marrë Civicit. Ka po kompromis. Këto 2 minuta shtesë. Do të është ka dalë më signifikant se sa investimet e huaja direkte, se sa investimet e përgjithshme, se sa bilanci tregtar me jashtë, që do të thotë se ne domosdoshmërisht do të fokusohemi që ta fuqizojmë shtetin ligjor, në mënyrë që përmes shtetit ligjor të mundsojmë që rritja ekonomike të ketë parametra institucional që të i përgjigjen ekonomisë së tretë. Faleminderit shumë. Mamy wpływ akademik Aliancji, taki wpływ akademik Aliancji. Mi to nie jest interesante, tylko takimi parasyjnymi, czy kiedyś na bardziej że to nam szansa chwili. Kur një vogël kryesëtjatë paradokset që gjithmonë thuhet për mësuar nuk është kur vonë, po si shpjegohet që sa herë shkojnë vonë shkollë ka lënë të mësimi. E para kohë që në rënd. Shkurt, problematika e tregut të punët dhe dinamikave të tij është shumë e madhe, shumë e gjerë, është ndërkombëtare. Unë do trajtoja vetëm një segment dhe vetëm një element të veçantë, sepse ka një mendim dhe një konkluzion për përgjithshëm që për herë të parë në histori, paktën në 300 vitet e fundit, shpejtësia, thellësia e ndryshimeve që po ndodhin për sa i përket teknologjisë, tregut, punës, profesioneve, po e kalon ndjeshëm aftësinë absorbuese dhe përshtatëse të shoqërisë tonë. Dhe kjo ka bërë që të gjendemi vërtet në një konflikt midis një ndryshimi kaq drastik, kaq të madh në të gjitha aspektet dhe një vështirësie deri diku dhe pamundësie por të përgjigjur me të njëjtin ritëm pak më siç ka ndodhur në 3 revolucionet e tjera industriale. Dhe kjo përbën tashmë dhe sfidën më të madhe që ka çdo vend, natyrisht përfshirë padyshim edhe Shqipërinë dhe Kosovën dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po përmend 2 shembuj që tregojnë se sa e madhe dhe sa e gjerë është kjo sfidë, megjithëse mund duket nganjëherë çështje shifrash. Në një studim të fundit të Eurostatit, konkludoi që për sa i përket punësimeve të reja, pra o punësimeve të para kur je i diplomuar si student, ose punësimeve në vazhdim karrierës të intervalit moshës 45-55 vjeç dhe moshës 20-25 vjeç. Konstatoi që vështirësia dhe shkalla e refuzimit të atij që ne quajmë punësim të shpejt ishte shumë e madhe. Po për 2 arsye të ndryshme. Për sa i përket moshës 45-55 vjeç, frenimi në punësim vinte nga faktorë të tillë që është shumë i konsoliduar me një mentalitet dhe me një profesion që tashmë nuk është më në modë dhe në plan të parë, ka vështirësi për të përshtatur dhe për të integruar
me zhvillime teknologjike dhe me konceptet e reja. Ndërkohë që ne deri tani të gjithë kemi qenë të formuar me idenë që sa më shumë eksperiencë pune që të kesh, aq më tepër karriera vjen shkallë dhe jeni nga më të preferuarit në shumicën e vendeve të punë. Ndërkohë, për moshën 20-25 vjeç, faktori kryesor që vështirësia e punësimit kishte të bënte me atë që nuk zotëron skillset e nevojshme për sa i përket gjithë këtyre vendeve dhe kësaj strukture ose aty ku ai kërkon të punojnë ato lloj profesionesh. Dhe në intervistat e punës që bëj për këtë kategori, fakti që çfarë diplome ke dhe çfarë universiteti ke mbaruar ishte ndër pyetjet e fundit. Sepse nuk mjaftonte më siç ka mjaftuar për 50 apo 100 vjet e fundit paktën, që emri i diplomës dhe emri i universitetit ishte faktor kryesor që ty të fuste për njerë në tregun e punës. Mbi zotëronin, pyetjet që kishin bënin me skillset, me njohuri specifike që ai duhet kishte për të vënë punë. Dhe mas këtyre shembullave na fillon një analizë më i gjerë çfarë po ndodh përgjithsisht në të gjithë vendet dhe në gjithë shoqëritë tona në këtë fazë riportëritëse ku revolucioni 4 industrial, tashmë dhe i 5 nuk janë më transformimet në mëdha strukturore, nuk janë më evolucione të rëndësishme, po është revolucion. Në sa i përket kompetencave, sa i përket tregut punës, sa i përket profesioneve dhe shumë gjëra të tjera. Dhe pyetja është, shoqëritë tona janë gati ose po bëjnë atë që duhet për t'ju përgjigjur kërkesave të këtij revolucioni për sa i përket tregut punës? Dhe po të zpresim konkretisht edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, po edhe paktën në gjithë rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, unë kisha përgatitur shumë shifra, po gjithsesi tani është vështirë që ti tregosh, dominojnë vendet e punës dhe profesionet që o janë bazike, o janë në zhdukje, ose e thënë burr nuk kanë të ardhme. Ndërkohë që gjithë grupi i kompetencave, i profesioneve, i vendeve të punës që tashmë po marrin atë zhvillim që po marrin, nuk gjendet i përputhur me të paktën me ato dy kategori që unë përmenda, edhe punësimi i parë për studentët, edhe ripunësimet e vazhdueshme në një interval moshe që është nga më aktive dhe konsiderohet më e kualifikuar. Dhe kjo lloj sfide do një përgjigje të gjitha niveleve. Ne jemi pak a shumë mjedis universitar këtu, edhe të gjithë e dim çdo herë flitet çfarë po bën universiteti për përshtatur kurrikulat me tregun e punës. Çdo herë thua, unë po i referohem kornizës kombëtare ose dhe europiane për sa i përket profesioneve kur ndërtojnë një program. Po mjafton shikojmë kornizën e profesioneve të miratuara edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, mbi 95% janë akoma përcaktime dhe konceptime të 30, 40 apo 50 viteve përpara. Dhe të gjitha ato profesionet e reja që po krijohen, mungojnë në këtë lloj dokumenti paktën shumë të rëndësishëm për të orientuar dhe universitetet dhe kualifikimin profesional dhe shumë elemente të tjera. Dhe natyrisht kjo deri këtu ngjelet në nivelin e konstatimeve, sepse do shikojmë në nivel më të përgjithshëm, duke filluar nga Forumi Ekonomik Botëror në 2023 të nxjerrë konkluzionin që 50% e profesioneve që janë aktualisht nuk do t'i kapi 2030 dhe mbi 70% e profesioneve që do jenë prezente në 2030 s'janë krijuar akoma. Kaq mjafton për të mos marrë shumë kujtje se në çfarë periudhe të vërtet revolucioni dhe transformimesh po përjetojmë. Dhe natyrisht
për të përfunduar me ato që thash në fillim, analiza që duhet bëjmë është aftësia e shoqërisë për të përshtatur dhe për të shkuar në të njëjtin linjë me këto ndryshime, sepse në rast të kundërt, ato që tha dhe profesor Mustafa dhe shumë tjerë, edhe profesor Anastasi, edhe rritja ekonomike do jetë e dobët dhe produktiviteti do jetë i ulët dhe mirëqenia do jetë në nivelin që ne e kërkojmë. Dhe për ta mbyllur, ndoshta duhet hapim në një diskutim tjetër, jo thjesht në pikpamja e përshtatjes me tregun e punës, me këto që po ndryshojnë. Por dhe fakti që tregu i punës reflekton nivelin e zhvillimit ekonomik, nivelin e investimeve tuaja direkte, nivelin e teknologjisë që ne përdorim. Pra, janë të lidhura me njëra tjetër. Mund të thuash që kam një strukturë profesionesh që është akoma bazike, bazuar ke bujësia, bazuar ke shërbimet apo ke gjëra të tjera, por nga ana tjetër nuk mund të lesh pa analizuar faktin që çfarë niveli ose cilësie ka ky kapital i investuar në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe shërbimeve sot. Mund të jetë për ta mbyllur po bujësia, po tani ai që punon bujësi kërkohet disa profesione të tjera që aty janë trajtuar dhe ekspert inteligjenca artificiale për ujitjen apo për përpunimin apo për shumë gjëra të tjera. Pra, bujësia ngjelet bujësi, por teknologjia që ti përdor, investimet që ti bën, zhvillimi që ti duhet bësh, shkon pastaj paralel me kompetencat që duhet kenë edhe njerëz që punojnë. Dhe është detyrë imperative që ajo gjë që duhet të ka një inflacion përdorimi dhe ne e themi shpesh edhe pa shumë lockdown, të mësori gjatë gjithë jetës, arsimimi më profesional, politika më të veçanta për inovacionin, për start-upet, për mbështetjen e bizneseve dhe shumë elementë tjerë që të avancojnë në këtë drejtim, janë më domosdoshme dhe duhen bërë më të adresuara se kur sot. Faleminderit. Qasën që vërë. Është veçanërisht analiza e mënyra se si aktualisht sektor ekonomik financiare po përballen në ndryshime thelbësore, strukturore, të kërkuar edhe efektet e besmiteve të kësaj situate. Shpresoj që kjo gjendje do na ndihmojë në zhvillimin e më të përgjithshëm të kërkimeve në futur. Dhe tani konkretësi do thojë që profesoresha të nderuara, dy autore akademik të vetë administrashi dhe Tresha Greta Qeli. Një temë akademikisht interesante, ju të ndani me ne gjetjet e juaja. Profesor Nade ca sekonda shumë shtesë. Para posim. Së pari më ndjeroni të falenderoj që më bët pjesë të kësaj të këtij paneli. Së dyti ndoshta me shumë vëmendje prezantimin e profesor Angjelit edhe duke qenë se jam dhe kryetari i Këshillit të Statistikave të Republikës, ato vërejtje dhe sugjerimet për instatit, do të çoj në lojë, jam amet për fund. Në fakt, ajo që unë do të trajtoj tani nuk ka të bëjë me atë që sapo thash, por me një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me transformimin e universiteteve shqiptare nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe në zgaboj, fjalia e fundit e Mr. Popper ishte pikërisht transformimi që do të thojë edukimi, arsimimi në Shqipëri dhe aq më tepër kur bëhet fjalë për transformimet universiteteve tona nëpërmjet inteligjencës artificiale për të shkuar të për ato ekosistemet dinamike që ne synojmë. Përpara se të lloj prezantimin tim, dua të falenderoj në mënyrë të veçantë kolegen time, Greta Angeli, që e kam bashkëpunëtore shumë të hershme
dhe në cilën kemi pasur bashkëpunime të frytshme në shumë aktivitete. Unë po mundon të jem shumë shkurt në prezantimin tim, mbasi ju jeni njohur nëpërmjet materialeve që janë botuar tashmë në lidhje me qëllimin e studimit tonë, pra ku nëpërmjet abstraktit që është shënuar, ideja është e shfrytëzimit të potencialeve që inteligjenca artificiale ofron për universitetet shqiptare për të shkuar tek një ekosistemi dinamik të transformuar ose të ndikuar nga inteligjenca artificiale. Sigurisht që kjo do të kërkonte që të bënim një analizë të sistemit arsimor të lartë gjithmonë, pra të universiteteve tona dhe të vështrimin që ato kanë për inteligjencën artificiale. Sigurisht që ne duam ta shohim këtë në disa aspekte, kryesisht në aspektet e mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe të aspekteve administrative. Ndërkohë që ne shënojmë që të krijojmë nëpërmjet një modeli konceptual, një kornizë strategjike se si mund të kalohet, pra cilat do të jetë ato faza në të cilat mund të kalohet për të transformuar universitetet tona për të shkuar pra drejt universiteteve të bazuar në inteligjencë artificiale. Dhe siç e shikoni, qëllimi është transformimi i universiteteve shqiptare përmes inteligjencës artificiale. Mirë, këtu kemi treguar nëpërmjet një hyrje cila është, do themi, rëndësia e studimit tonë, dhe unë këtë pjesë nuk po e ndaj, por duke treguar dhe që nëpërmjet analizës që ne do të bëjmë, në fakt është një analizë cilësore dhe jo sociore, do ta them pak më poshtë, por që do t'tregojë dhe cilat janë përfitimet kryesisht në pjesën e personalizimit të mësimdhënies, të zhvillimeve inovative të kohës dhe sigurisht cilat do të jenë benefitet që do të vinë prej tyre. Si ndodh në studimet tona, ne gjithmonë i referohemi literaturës dhe u munduam që të shikojmë një literaturë të gjerë, të bollshme, që për fatin e mirë është e tillë dhe për të parë se cilat ishin disa nga rastet më të mira, më tipike që mund të merren si shembull, pavarësisht nga ndryshimet që kemi me universitetet në nivel global, pra universitetet botërore, por duke parë edhe fillesa dhe raste mjaft pozitive të disa nga universiteteve shqiptare. Në fakt këtu kam përmendur ose kemi listuar disa nga universitetet më të njohura në botë që përfaqësojnë me të vërtetë ato best case study, pra rastet më të mira studimore. Duke nisur nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, unë po them shumë shkurt që në fakt është bërë një pikë referimi për inovacionin në mësimdhënie. Sigurisht ka mjaft iniciativa të këtij universiteti, bashkëpunimi me OpenAI dhe disa biznese të tjera, që mund të mundur krijimin e disa platformave shumë interesante për përdorimin nga ana e studentëve. Sigurisht një ndihmë e madhe në këtë rast ishin krijimi i tutorialeve, i chatbotëve apo i asistentëve virtual që e bën shumë atraktive dhe bashkëpunimin gjatë orës së mësimit të studentëve me pjesën pedagogjike. Ndërkohë një shembull tjetër është University College London në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu një rast shumë interesant për të studiuar, pasi është i fokusuar tek qeverisja e kërkimit shkencor, e parë dhe në këmbështrimin e kornizave etike dhe të përgjegjshme të përdorimit të inteligjencës artificiale. Ndërkohë që një tjetër universitet, ai i Singaporit, synoi të integronte inteligjencën artificiale në operacionet e kampusit. Fokusi ishte krijimi një smart campus, pra një kampus i të mençur, i cili rezultoi në shumë benefite, po ndonjë të tjerave edhe në optimizimin e burimeve të energjisë apo shërbimeve të tjera që i ofroheshin studentët, pra për të krijuar një kampus sa më komod për studentët. Universiteti Tsinghua në Kinë është gjithashtu një nga rastet tipike, por në një këmbështrim tjetër, tek partneriteti universitet-industri. Ai krijoi një institut të tij të inteligjencës artificiale, e cila kishte për qëllim të kryente eksperimente me fuqi të lartë llogaritëse.
Dhe kjo rriti së tepërmi jo vetëm nivelin e kërkimit shkencor, por sidomos dhe numrin e publikimeve në lidhje me rezultatet e studimeve që bëshin në këtë universitet. Madje tashmë ky universitet është kthyer tamam në një qendër të kërkimit shkencor të bazuar në studime pra të bazuar në inteligjencën artificiale. Sigurisht që Instituti i Teknologjisë i Massachusetts, miti i famshëm, i njohur nga të gjithë, ka synuar dhe ka realizuar integrimin e të menduarit dhe etikën kompjuterike në gjitha vlerëtimet. Pra, ka krijuar dhe ai një strukturë të vetën, një institut të themi, i cili synon të integrojë informatikën në shkencat të ndryshme, përfshirë dhe shkenca shoqërore dhe shkenca të tjera, duke përmirësuar në të njëjtën mënyrë kurrikulum, silabuset dhe metodat e mësimdhënies. Universiteti i Helsinkit krijoi një kurs që quajti elementët e inteligjencës artificiale, me konceptet më bazike, më themelore të njohurive që duhet marrin nxënësit dhe studentët për inteligjencën artificiale. Dhe brenda pak kohësh mbi 1 milion nxënës dhe studentë bën pjesë e këtyre kurseve, ku merrin bazat e njohurive të inteligjencës artificiale. Por ka dhe vende që ne nga njëri quajmë si vende parapambetura kur flasim për shembull për Kenyan, por Universiteti i Nairobit është gjithashtu një nga best-caset, një nga rastet më të mira për të studiuar, duke krijuar laboratore me të dhënat e integruara nga fusha e bujqësisë, e cila bëri që jo vetëm të zhvillohej bujqësia në zona ku kishte bërë studime pilot, por njëkohësisht të krijonte mundësi aksesi nga nxënësit dhe studentët në zonat rurale pikërisht ndaj këtyre programeve. Dhe tani përmendëm shembuj të ndryshëm, por ndërkohë ka disa faktorë që janë të përbashkët pavarësisht nga fokuset e shembujve që ne përmendëm. Siç mund të shikoni, janë 5 faktorë të cilët i bashkojnë këto shembuj që ne sapo tham. Sigurisht është leadershipi strategjik dhe plani përkatës, infrastruktura e fuqishme, ndërtimi i kapaciteteve, partneritetet qoftë kombëtare, qoftë ndërkombëtare, dhe sigurisht kornizat etike që duhet të respektohen që gjithkohës. Të gjitha këto karakteristika mund të përbëjnë një shtyllë shumë të mirë këto teme për transformime të suksesshme edhe të universiteteve shqiptare. Cila është gjendja e aktuale në Shqipëri? Tashmë ne jetojmë në mjedisin shqiptar dhe ne dimë mjaft mirë universitetet tona, projektet e tyre dhe angazhimet që kanë në përdorimin e inteligjencës artificiale. Sigurisht duke filluar nga universiteti që unë përvojësoja i Tiranës, i cili ka krijuar partneritete me startupet dhe duke integruar pra sistemet të menaxhimit të mësimit, domethënë që ne i dimë. Universiteti Politeknik gjithashtu ka krijuar laboratore të inteligjencës artificiale mjaft efektiv në përdorimin e tyre. Universiteti i Durrësit, i Shkodrës gjithashtu ka projektet përkatëse pra nëpërmjet pilotimeve të ndryshme për database të caktuara apo për të parë ecurimin e studentëve, performancën e tyre. Dhe sigurisht fundit, po jo për garancia, Universiteti i Universitetit Shqipërisë, të cilën ne e kemi përmendur si një nga rastet që ka zhvilluar pikërisht një ekosistem për cilët ne po flasim, me module të personalizuara dhe materiale të mësimuara. Po cila është gjendja aktuale në Shqipëri? Sigurisht do jemi në gjendje fillestare, disa projekte pilot që ne i përmendëm, por sfidat me të gjithmonë infrastruktura, ekspertiza dhe pjesa financiare. Në lidhje me studimin tonë, siç thash, qasja është cilësore, sigurisht kemi një kufizim që nuk e marrë në konsiderat studim metodash sasiore, por sidoqoftë edhe me pjesën e parë jemi shumë të kënaqur me rezultatet që kemi mbritur. Sigurisht kemi shtuar disa pyetje kërkimore që lidhen së pari si mund të hartojnë universitetet tona pra të ekosistem të përbashkët,
gjithmonë të mundësuar nga inteligjenca artificiale, çfarë hapash duhet të ndiqen, pra cilat janë politika, strategjitë e tjera dhe cilat janë disa nga faktorët e suksesit. Tu janë të renditura burimet e të dhënave që ne kemi marrë, jemi bazuar kryesisht në dokumentacione të gjitha llojeve, të dokumentacione të qeverisë, të institucioneve, të Europës e tjera, pra të renditur një pjesë prej tyre. Ky është në fakt modeli konceptual dhe infrastruktura që ne propozojmë për të realizuar pikërisht transformimin. Nëse nuk do të ndalem, sepse këto ne kemi shkurtër, sigurisht do ta gjeni në material gjithë informacionin e nevojshëm. Tu kemi përmendur faktorët kritik të suksesit, pra që nga vizioni dhe leadershipi dhe duke dalë deri tek implementimi i sistemeve. Ne kemi propozuar në mënyrë krejt hipotetike, pra sikur ta fillonim sot një plan veprimi për transformimin e universiteteve tona nëpërmjet inteligjencës artificiale, si një plan veprimi të dalë në 4 faza. Pra këtu është faza i vlerësimit kapaciteteve universitare, trajtime për stafin dhe studentët, projektet pilot mësim dhe monitorim dhe zgjedhim, ku do të ishte edhe konsolidimi. Këtu janë të treguar me vite, pra çfarë do ndodhte në vitin 2025, sikur ta fillonim sot këtë gjë, dhe duke shkuar nga viti në vit me ato fazat ose aksionet që duhet të ndërmendim. Siç mund të shikoni, ky plan veprimi i ndarë me faza është treguar në fazën e parë ku kemi bazat dhe pilotimin, pastaj kemi shkallëzimin dhe fillojmë i vëmë në punë projektet pilot, pastaj kemi pjesën e maturimit dhe të optimizimit të projekteve dhe sigurisht krijimi i një rrjeti kombëtar apo dhe ndërkombëtar, ndoshta rajonal do të ishte edhe më i suksesshëm për transformimin e tyre. Pra kemi një roadmap të implementimit të tyre. Duke shkuar deri në fund, cilat janë sfidat, rrezikët, etika dhe siguria, sigurisht vetëm nga emërtimi i slajtit e kuptojmë që kemi mjaft sfida, kemi mjaft rreziqe të përdorimit të inteligjencës, por kryesisht ato lidhen përtej infrastrukturës dhe problematikave të tjera, pra që lidhen me politikat e strategji që përdoren, edhe me çështje etike dhe çështje të sigurisë që sigurisht janë çështje të cilat shoqërojnë përdorimin e teknologjive digjitale. Në përfundim, atëherë Shqipëria ka nevojë të aktojë një kornizë strategjike për transformimin e arsimit të lartë, pra universiteteve përmes një ekosistemi dinamik të mundësuar nga inteligjenca artificiale, dhe padyshim një rol të rëndësishëm në këtë rast do të ketë Ministria e Arsimit dhe Sporteve, e cila duhet të udhëheqë pikërisht krijimin e një strategjie të tillë. Një aspekt patjetër i rëndësishëm duhet të jetë bashkëpunimi i universiteteve midis tyre, qoftë universiteteve brenda vendit, universitetet në nivel rajonal, po aq më tepër në nivel global. Inteligjenca artificiale duhet konsiderohet në mënyrë etike dhe në mënyrë të përgjegjshme në përdorimin, në mënyrë që të kemi respektimin e mbrojtjes së dhënave dhe të gjithë aspektet e tjera etike dhe ligjore që shoqërojnë atë. Sigurisht është një potencial i fuqishëm për transformimin e universiteteve tona dhe në fund kemi thënë që është një katalizator për zhvillimin akademik dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Tu kemi treguar disa rekomandime dhe diskutime për të ardhmen, pra hartimi politikave të qarta për inteligjencën artificiale, investimet në forma të ndryshme, po kryesisht tek trajnimet e infrastruktura digjitale, partneritetet lokale, rajonale dhe ndërkombëtare, etika në përdorim, mbikëqyrja, auditimi dhe vlerësimi i zbatimit të sistemeve që shoqërojnë ato. Dhe ndërtimi pastaj i ekosistemeve të inovacionit nëpërmjet inteligjencës artificiale do të stimulojë edhe aspekte të tjera të ekonomisë që lidhet me startup-et apo me qendrat e inovacionit. Dhe fundit, për garancia, një reformë institucionale për të kuptuar që transformimet e universiteteve shqiptare drejt ekosistemeve dinamik nëpërmjet inteligjencës artificiale nuk në kuptojnë vetëm teknologjinë, pra ndryshimin teknologjik, por është thelbësore integrimi i komponenteve teknologjik me
aspektet të tjera që lidhin arsimin, kurrikulat, të silabuset e tjera, metoda mësimore. Faleminderit. La profesh ishte interesante të dojmë qasin që ishte interesante të dojmë qasin që kemi djekur e inteligencës arsimare dhe në proni për të përndryshim e arsimit e lartë në Shqipëri, që do tjetë një shembull edhe në vende tjera. Të përgjithoj për kontributin dhe cilën të jetë në të kamë në dhe tani do të kalojmë dhe të një temë rësante dhe profesorin Jefon Shaqiri. Ishtë arsimit arsionin e vërru. Po, e logaritëm të e tjetë për me ndova që e vita dhe tjeta për duke të ti. Pra të kjale është për ju, no? Faleminderit profesoresh Justiana. Të nderuar të pranishëm, lejoni fillimisht të përgëzoj organizimin e kësaj konference. Profesor akademiku profesor Anastas Angjeli, profesoresh Justiana, në gjithë pranishmën e tjerë dhe panelistat të cilët ishin sot, për arsye se unë vi nga Maqedonia e Veriut, organizohet midis Maqedonisë dhe Kosovës, e pash edhe profesor Velandit në cili ishte prezent, akademik Bexheti, por hallet shqetësimet, problematikat edhe sa i takon lëvizjeve demokratike dhe kapitalit njerëzor, por edhe sfidat në arsim dhe gjithë sfidat tjera, pothuajse i kemi në betejat të njëjta, kush më herët e kush më vonë, kush i kalon më shpejt e kush më ngadalë. Për atë arsye është kënaqësi të jem sot prezent në këtë konferencë. Nuk kam shumë të dhëna statistikore, por në kompletimin e përgjithshëm të punimit do të jenë të paraqitura të gjitha, se kuptohet kam pas mundësinë të kem rolin e rëndësi në aspektin e politikëbërjes se i takon strategjive dhe ndikimit të cilët mund t'i kenë në këto sfida, por temat të cilën e kam zgjedhur është ndikimi i arsimit në ndikimin e kapitalit njerëzor si një parakusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Tash, kur jemi te kjo pjesë, gjithë e dimë se arsimi ka një rol shumë të rëndësishëm, edhe nga aspekti i shumë parametrave ekonomik, por ka edhe rolin më të rëndësishëm edhe në aspektin e produktivitetit. Kur përmenda produktivitetit të një ekonomie, të një vendi, të një shteti, vendet të cilët kanë sisteme arsimore të zhvilluara kanë produktivitet më të lartë, vendet të cilët janë në sfidën e integrimit mund dohen, por që japin edhe kontribut me arsimin edhe në këto vendet të cilët janë tash në Bashkimin Evropian. Se e them këtë gjë, unë kur përmenda me herët tash më u them edhe hipoteza dhe kritikat asaj pjese, kemi pasur mundësinë se zakonisht institucionet e ndryshme brenda qeverive ndryshme, flas për Maqedoninë e Veriut, jemi mësuar çdo herë të ndërtojmë strategji. Dhe kur ndërtojmë strategji, një ndër vërejtjet ose kritikat të shqetësimeve më të mëdha është se institucione ndryshme për kapitalin njerëzor kanë strategji ndryshme. Do të thotë një strategji e ndërtuar për nivelin e arsimit nga ana e Ministrisë të Arsimit, për sfidat që janë në arsimin e mesëm, në sfidat në arsimin e lartë, në arsimin profesional, sa është në tregun e punës si përfshirë, por nga ana tjetër, bëhet edhe strategji në nivel qeverie për kapitalin human si të ecet më parë. Dhe tash unë do të kisha thënë se një herë e përgjithmonë duhet që këto strategji të koordinohen, të jenë të pozicionuara në një vend, sepse sfidat të cilët bazohen mund të jenë të ndryshme në institucione të ndryshme, por asnjëherë nuk mund të gërshetohen nëse nuk mund të ndërtohen nga një institucion përkatës brenda një organi kompetent. Dhe për atë arsye, shembull, në vendin tonë kishim edhe strategjinë të cilën e kaluam nga viti 2022 deri në vitin 2030 për kapitalin njerëzor,
kur çdo kemi në diskutimet e ndryshme të cilët nuk kishin ngërshetime me elemente strategjisë të cilët ishin brenda strategjisë të politikave arsimore. Tash, se e takon pjesës këtu, vendet me arsim të lartë kanë 25 deri 35 produktivitet më të lartë, por unë jam i bindur këtu e kemi paraqitur edhe pjesëmarrjen të cilën e kemi sa investohet në arsim, është një numër që është dhënë me dhënat e vitit 2024, të cilën e kemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut 4.1% që është në mesatare, por edhe ky numër tash është variabël që fatkeqësisht me vendet e Bashkimit Evropian është i ndryshueshëm sepse e dini në vendet tona ende investimet në arsim potencohen dhe janë investime në infrastrukturë, në kushte, në parakushte dhe shumë mjete buxhetore argjohen për këto investime në arsim të cilën futet si pjesë e produktit të mbrëmshëm bruto, por që nuk mund të hapin efektin, hapin parakushtet për efekt cilësor, por jo të domosdoshëm siç e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Por tjetër element i cili është shumë i rëndësishëm nga sfidat dhe parakushtet të cilët kanë ardhur, unë kam pas mundësinë në analizën të cilën e kam në Maqedoninë e Veriut, nuk duhet kemi programe mësimore për profesorët, por kemi programe mësimore për studentët. Flas në institucione të ndryshme publike, privatet janë për te kohës ecin në shpejt përshtatjes programeve me tregun punës, por në këto investime të cilën, në këto argjime mjetë të buxhetit, në këto mjetë të caktuara, ka pasur programe të cilët vazhdojnë edhe të jenë tutje, të jenë funksionale me numër të kufizuar të studentëve të cilët nuk e gjejnë veten në tregun e punës, dhe këto janë mjete buxhetore të cilët harxhohen dhe nuk janë parakush për cilësi në arsim dhe për sfidat të cilët e presin vendin tonë. Tash, pjesë tjetër e rëndësishme është arsimi dhe standardet evropiane. Këtu kemi marrë ato të cilët e ndëgjojmë procesin e Bolonjës, transferin, mobilitetin, programet Erasmus të cilët kanë qenë të ndryshme dhe ecuria e studentëve kanë qenë të ndryshme, por këtu dua të ndaj një fakt që me futjen e sistemit arsimor u paraqit edhe nga Ministria e Shqipërisë e Ekonomisë dhe Inovacionit në Republikën e Maqedonisë në shkollat e mesme rreth 68% të nxënësve regjistrojnë arsimin e mesëm profesional. Do të thotë është formë ndryshe e organizimit në pas të sekretarisë me Republikën e Shqipërisë, është në kuadër të Ministrisë të Arsimit, këtu është në kuadër të Ministrisë të Ekonomisë, por arsimi dual është pothuajse i përfshirë 70% në aspektin arsimor. Pra, kemi vërejtje në tregun e punës, sepse e potencojmë këtë fakt, kompani të painteresuara dhe programe ekonomike dhe mbështetje nga ana e qeverisë shumë të pakta për këtë arsim të mesëm dual, për mundësinë sepse deri vonë nuk ka pas as ndryshime ligjore për të pasur mundësinë ato të cilët janë në 18 vjet, kanë mundësi të punojnë, të marrin një pak për arsye që kompanitë nuk mund t'i kanë paraqitur gjatë orarit të punës. Tash janë disa ndryshime të cilët janë bërë ligjore, por edhe kjo do të japë një përparësim më të mirë për të përgatitur kuadrin mësimor. Tash këtu e kemi lëvizjen si ka shku nga 2017 deri 2024. Sfidat u potencuan nga shumë parafolës tjerë, sepse edhe në Maqedoni vetëm 36% të diplomëve nuk punojnë profesionin e duhur. Tu duhet ndaj edhe një program të cilën e ka organizuar Fakulteti i Shkencave Kompjuterike pranë Universitetit Shën Kirill dhe Metodin në Shkup, me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkencat kompjuterike për sfidën e rrjeteve, sepse ikin edhe programe universitare, bëjmë programe 2 vjeçare, në të cilat janë shumë të kërkuara për arsye të kërkesës të cilën e ka tregu i punës. Dhe si më mbaj edhe unë më gjatë, se ndoshta tash këto tema janë ka shumë diskutim për këtë çështje, edhe unë vetë të cilën kam qenë i përfshirë në këto problematika, për atë arsye do të kisha ndjekur të gjitha ato procedura që institucionet arsimore të përgatiten në bazë të nevojave dhe kërkesave të tregut punës, por edhe këto nevoja dhe kërkesat punës, tregut punës, t'i vlerësojnë edhe institucionet arsimore, por t'i vlerësojnë edhe studentët të cilët janë, sepse ky bashkëpunim e kam vërejtur se nuk mund të jetë vetëm i njëanshëm, mund të ketë profesoresha në punë kishte universitete ndryshme shembull që bashkëpunojnë me industrinë,
por në vendet tona duhet edhe nisi që edhe industria të jetë shtytëse të institucioneve arsimore, jo vetëm të programeve të caktuara të cilat lidhen në drejtën dhe nuk kanë rezultate konkrete. Shumë interesante të merrni dhe informacionin nga Maqedonia e Veriut për çështjet që diskutojmë sot në konferencë. Tani fundit në këtë panel, por jo nga rëndësia, është profesor Selami Gjepa me një temë interesante që përkon me çështjet që ne diskutojmë 35 vjet nga Washington Consensus, teksti mjedisit sotit që nevojë për një paradigmë të re konsensuale, fjala për Selamio, I cili ka tamam kohën kur ishte parashikuar konferencë. Shumë profesor dhe shumë seancë heroike ka qenë. Për të drejtën se 3 orë është e pazakon, por ju falenderoj shumë për durimin, por do jem I mëshirshëm në këtë rast. Me kolegen time Mimoza Agodit, ne kemi zgjedhur një temë që lidhet me konsensusin e Washingtonit për dy arsye. Arsye e parë është se në Washington s'ka më konsensus, por ka confusion, dhe kjo është një shok I madh, dhe është ndoshta hera e parë që politika shndërrohet në një shok, ekonomia ka patur shumë shoks, se s'po I them shoqe, por shumë shoks, kryesisht natyrës ekonomike, por deri tani ishte paradigma që it's the economy stupid, si thoshte ai këshilltari I presidentit Clinton, por tani it's politics stupid, pra është politika që po I rëndon si një bazë ekonomisë. Arsyeja e dytë dhe më kryesore, në fakt, lidhet me një diskutim që është hapur për ndryshimin e kontekstit në të cilat funksionon politika ekonomike. Pra konteksti I viteve 80 dhe konteksti I shekullit të tanishëm dhe konkretisht I gjatë 4-5 viteve të fundit është transformuar në një mënyrë të paimagjinueshme. Kështu që ky kontekst I ri ndoshta kërkon një nevojë për ndërtuar një paradigmë të re, e cila identifikon dy gjëra. E para, konduron parimet mbi të cilat ndërtohen politikat dhe pastaj politikat duhet I përgjigjen këtyre parimeve. Dhe kjo është thelbësore. Të gjithë ato reformat politike të famshme të viteve 90 u bazuan mbi një paradigmë të caktuar teorike që ne mendojmë se ka nevojë për të parë. Dhe ky dialog, meqense siç thash në Washington ka confusion, po shkon në London dhe London School of Economics and Political Sciences, një grup I famshëm ekonomistësh po diskutojnë eksaktësisht mbi këto çështje, tema që mendova mund t'i ndaj shkurt, sepse siç thonë Game Negativi Buy My Book, artikullin e plot do ta lexoni tek votimi që do nxjerr Akademia. Por shumë shkurt për definimin e stabilitetit makroekonomik. Është thelbësor. Edhe sot e kësaj dite stabiliteti makroekonomik është thelbësor dhe u përmend nga gjithë paraforcët. Problemi është I definimit fjalës stabilitet makroekonomik. Ne deri tani e kemi definuar shumë shkurt deficiti nën kontroll. Okej, problemi është çfarë ndodh me sektorin financiar, kur kriza që shkaktohen sektorin financiar bëhen pjesë e sektorit publik. Dhe kjo është një çështje shumë serioze dhe kjo ishte rasti I Europës në krizën e vitit 2007-2008. Problemi I dytë është roli I politikës fiskale, të gjithë përmendin shtetin dhe shteti duhet bëjë. Sigurisht kur flasim për kontekstin e tanishëm, deri tani ka qenë Keynesi si shtyllë, pra ne kemi parë politikën fiskale në kuptimin demand management, pra menaxhojmë kërkesën. Në fakt konteksti sot më thot përtej Keynesit. Pra bëhet fjalë për një kontekst I cili kërkon që siç ishte pandemia, siç efekti që dha lufta në Ukrainë, dhe gjithë këto goditje të që ka marrë ekonomia, kërkojnë për një ridimensionim të rëndësishëm politikës fiskale. Politika fiskale kur Trajkeli ishte në Shqipëri, si reprezentativ I FMN-s, ishte një politikë fiskale krejtësisht të ciklike. Pra kur ne ishim krizë, Trajkeli, pra flas FMN-ja, advice qillon shkëndoni rrypin akoma më shumë, pra shkurtoni akoma më shumë deficitin dhe ekonomia do të stabilizohet, duke harruar pace, duke harruar dhimbjet. Problemi është që ata që I paguajnë këto dhimbje janë njerëzit të cilët të revoltuar, pastaj kanë prodhuar këtë populizmin, kanë prodhuar këtë fragmentarizim politikës, kanë prodhuar një kontekst politik që është në gjykimin tim shumë I rrezikshëm. Kështu I kemi nevojë pra për ta politika duhet bëhet të kundërciklike, njëjtësi si politika monetare, duhet edhe politika fiskale të jetë kundërciklike.
Një çështje dytë që lidhet dhe po marr vetëm disa referenca për Shqipërinë. Është skundania me norma e interesit, ke kursi kombimit. Washington Consensus for Free Floating. Pa diskutim. S'mund shkojmë tek fixed exchange rate sepse është anakronizëm ndoshta në kontekstin e sotëm. Por ne po shikojmë në Shqipëri fakti që monedha jonë ka pësuar një fuqizim të jashtëzakonshëm. A mund shërbej atëherë koncepti që meqense kemi free floating, ne do ta lëmë që goditet të jenë kaq forta negative dhe që ka një efekt të jashtëzakonshëm në shpërndarje. Në një bisedë që po bënim dikur tham, meqense sistemi financiar në Shqipëri është 50% në euro, 50% në lek, atëherë këto 50% që humbasim janë 50% që tjetër që përfitojnë, kështu që they wash out on balance. Problemi është që 50% që humbasin janë njerëz të tjerë nga 50% që fitojnë. Pra një proces i tmerrshëm i shpërndarjes ndodh për shkak të goditjeve të kësaj natyre. Kështu që ndoshta duhet parë jo pure clean floating, po dirty floating, një lloj floating i pist, por që lejon akomodimin e goditjeve që mund të jenë me pasoja serioze për shpërndarje. Dhe ndoshta e fundit fare tek politika strukturore. Paradigma liberalizo, deregulo, privatizo, që është tre shtylla themelore të gjithë reformave që u morën që nga vitet 90 përfshirë dhe pjesën tonë, kishin një mbështetje teorike që janë static gains, pra static efficiency gains, sepse ky është mendimi dhe akademik asaj kohe. Ideja është që getting prices right, tregu funksionon, qeveria, sektori privat të rrisë eficiencën, qeveria nëpërmjet politikave publike, fiskale, pra të bëjë shpërndarje. Problemi është që konteksti sotëm, edhe dëgjuam dhe gjithë prezantimet e dërtanishme, fjala inteligjencë artificiale, teknologji ka qenë fjala më e aplikuar, më e përdorur. Pra konteksti sotëm është një ekonomi tmerrsisht shumë peteriane. Dhe një ekonomi shumë peteriane, pra ku creative distraction është kaq i fortë, dhe ku rentat eksesive janë të padallueshme, të pataksueshme, sepse transferohen, nuk i masin dot, etj, prodhon pasoja tmerrsisht të tjera. Që teoritë e reja të endogenous growth theories, që mbështeten dhe brendësojnë konceptin e ekonomisë shumë peteriane, lejojnë përdoryrje më të forta të shtetit në ekonomi. Por që shteti ndërhyn në ekonomi, pra politikë industriale, teknologjike që përmendin kolegët shumë herë, kërkon që shteti të jetë jashtë drejtë politika. Sepse nëse shteti nuk është jashtë drejtë politika, do të provojë pasoja shumë të negative, pra do të provojë në vend që të ndihmojë ekonominë, do të kërkojë përcili klientelizëm, favoritizëm, korrupsion dhe shumë e radhë. Efekti politikave do jetë zero. Kështu nga kjo pikpamje, pra duhet që këto paradigma të reja politike që po themi që shteti duhet të ketë një rol më aktiv, duhet të paraprihen nga investime serioze që ndërtojnë shtetin në atë parë. Duhet kemi institucione funksionale dhe institucione që implementojnë dhe zbatojnë në mënyrë të drejtë politikat ekonomike. Dhe e fundit fare, është lidhet me tregtinë, sepse këtu është edhe konfuzioni i madh i presidentit Trump, që na ka futur gjithë në një sherr të madh, sepse deri tani kemi patur open trade. Open trade, liberalizim tregtar, ulje tarifash doganore, dhe në fakt ka prodhuar mrekulli, për qenë sinqert. Të gjithë studimet teorike e konfirmojnë të rezultatin pozitiv, sidomos vendet e vogla janë përfituese më të mëdha nga liberalizimi tregtar, por problemi është që ku prodhohet, çfarë prodhohet dhe ku prodhohet ka marrë shumë rëndësi. Sepse janë krijuar dislocations të mëdha, largime nga perëndimi, nga vendet, pra teorema e fashme shtopër Samuelson që funksionon, në fakt, po çfarë ka bërë? Që sot veriu është ngritur kundër tregtisë lirë, dhe ndërkohë lindja, ose Global South, si thonë, është pro-tregtisë lirë. Pse? Dhe kjo është një ndryshim i madh, sepse ata ishin të kundërt. Ne ishim në Global South dhe kërkonim proteksion, dhe ata kërkonin liberalizim tregtar. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht për këtë arsye. Kështu që të gjitha këto nuk do të thonë që ne duhet detyrimisht të kthehemi te forma klasike e proteksionit, siç thotë presidenti Trump, por forma inovative të ndërhyrjes në ekonomi përmes politikave aktive publike janë thelbësore, sidomos në kontekstin e zhvillimit të sektorit të eksporteve. Unë mund të flas plot por po e mbyll këtu me falënderime për dëgjimin. Shumë faleminderit profesor Selamiu për të diskutimin interesant. Po marrë të 2-3 pika se tash që ti para se falenderoj gjithë panelistët edhe t'ju uftoj në një koktejl në Tarac. Po, në fakt është e lehtë sot
Mas 25 vitesh të flasësh për atë që prajkri në 2019. Në ca këtu që janë brenda sa nuk ishin lidur, po ishte e domosdoshme. Ishte e domosdoshme dhe po ta shikosh po pas 20 vjetëve, me që një pjesë të tyre e kanë mbaruar me trajtin, po ta shikosh sot, ato mund të kenë pasur element një pjesë edhe për të cilat duhet të reflektojnë të gjithë. Por ajo që ishte thelbësore ishte që pa ato reforma që u bën në vitin 99-2002, ne nuk do kishim të ekonomi sot. Ato ishin themeli i transformimit të sistemit financiar, ishin themeli i krijimit të sistemit bankar privat në Shqipëri, që s'kishim asnjë bankë private, kishim 2 banka shtetërore, që i kemi privatizuar, dhe po t'ju tregoj historinë se çka kemi privatizuar është shumë e dhimbshme, dhe në të njëjtën kohë u privatizua sektori strategjik dhe u hodhën themelet e ekonomisë së trepët. Kështu që ka element ku sot edhe unë kur i shoh reflektoj edhe në për intervistat, po për hir të së vërtetës themelet ishin të domosdoshme të hidheshin që të kishin të ekonomi që ka përparuar sot. E dyta ishte një sugjerim që kisha për politikën monetare. Unë besoj se politika monetare është treguar shumë politikë lehtësuese, po të shikojmë raportin me Bankën Qendrore Evropiane dhe me Federal Reserve, në ndihmë të ekonomisë shqiptare. Natyrisht, forcimi i lekut ka element ku përdoruesit e euros, sidomos ato kompanitë e eksportit janë do përsonin një goditje, por raporti i rezervës valutore nuk është 50-50, euro dhe lekës. Okej. Kështu që në këtë balans ka përfitues që janë më të shumtit, sepse gjithë shqiptarët paguajnë lekë, nuk paguajnë euro, ka edhe të goditur që janë ato, dhe ky proces është i natyrshëm. Për sa i përket politikave të presidentit Trump, natyrisht që deri sot janë ndjekur politika se janë dhe shtetas amerikanë, që unë dhe trajti kemi drejt. Janë politika që i merë përsipër qeveria amerikane, shteti amerikan, dhe natyrisht ne kemi qenë si ekonomi mbështetës të liberalizmit dhe jo të proteksionizmit, po për fatin tonë të mirë, ajo politikë ekonomi shqiptare nuk e ndikon. Do të falenderoj gjithë panelistët, ishin shumë interesant, përveç panelistët e përshëndetjeve që na mbështetën në këtë konferencë. Toj sekretarin e Akademisë Shkencave të bëj njoftimet që në orën 15:30 fillon sesioni i 2 dhe i 3 në Akademinë e Shkencave. Njëri do jetë ndryshimet, njëri është drejtues Besnik Krasniqi dhe Kosta Bajrava, dhe të njoftohen drejtuesit edhe pjesëmarrësit që kanë përfundtuar në këtë panel, ndërsa paneli tjetër që drejtohet nga Ozeta Bylykbashi dhe Mrika Kaçori, gjithashtu në 15:30 janë në Akademinë e Shkencave, janë 2 salla, njëra është tek salla